Mundësi për të pasur një mini hotel në qendër të qytetit të Durrësit. Jemi tek stacioni i trenit, pra ja ku është rreth rrotullimi i stacionit trenit, ose përballë me pallatin e sportit. Jemi në katin e 3 banim dhe ofrojmë përshitje një sipërfaqe prej 301 metra katror. Në këtë sipërfaqe është projekti gati për 9 garsoniere plus lavanderi. Kjo është dera hyrëse, ambienti ka orientim lindje jug-perëndim, pra shikon nga rruga kryesore për tek pallati i sportit, shikon pra për nga banka Inteza, ose po themi me orientim nga flagshipi Blustari, ja ku e keni banka Intezën, ose tek rreth rrotullimi i stacionit të trenit. Shumica e ambientit ka balkon, në projekt janë 9 garsoniere dhe keni 2 mundësi. Mundësia e parë është blerja në gjendjen ekzistuese dhe me projektin gati, dhe mundësia e dytë është blerja me çmim tjetër me projektin e realizuar 100%, pra të përfunduar dhe gati për punë me çelësa në dorë. Ju rikujtoj që një kat më poshtë këtij ambienti kemi tashmë aktive një mini hotel ku operon dhe ka punë gjatë gjithë vitit, pra verë-dimën, pasi jemi në mes të vendit, mes qytetit, dhe keni mundësinë të bëni me një mini hotel me një sipërfaqe 301 metra katror. Për gjithë të interesuar që po kërkojnë një pronë të tillë të ngjashme për të punësuar vetëm, për ta dhënë me qira, ja ku e keni, ju mi pres të më kontaktoni.